rast se në zgjedhjet, pas zgjedhjeve, njerëzit që janë në listat e hapura kanë probleme me ligjin, që një pjesë e tyre kanë probleme me ligjin, po flas edhe për rastin e Fierit, konkretisht, do thotë që qeverisja e ka vazhdimsinë me ata njerëz që janë në listën e fshetë. Pra është një metodologji e përdorur jo pa qëllim nga drejtuesit e Partisë Socialiste për të qenë garant në vazhdimsinë e pushtetit. Ti je sigur që spaku për çështjet që kanë nisur në qytetet të caktuara me individ që sot janë ministra, zëvendësministra, zëvendëskryeministra, pra që drejtojnë pushtetin, dhe për të cilët ka një procedim hetimor, afërmon që ti do të thuash që këta njerëz spaku po hesht ose po flë përpara këtyre proceseve, por nuk është e vërtetë që po flë, thjesht po vazhdon hetimin, nuk ndikohet nga procesi zgjedhor, por një ditë vendimi për këto hetime do të merret. Se do të merret gjatë apo pas zgjedhjeve, kjo është në afatin e përcaktuar edhe në kohën që i duhet një prokurori për të vazhduar hetimet. Po thjesht e sigurt që do kemi surpriza pas zgjedhjeve me shumë kryetar listash të hapura, të cilët janë për kryeministrin Rama si njerëz fitues në qarqet saktuara, po që nëse mund të kemi personat pa ndehur.